Vazhdojmë me jetën reale në aeroportin Adem Jasharin mes Prishtinës, fluturuar direkt prej Zvicre, bashkë me kolegun Nefail Maliqi. Përshëndetje. Edhe kemi vendosur që të bëjmë një turner, apo si një vizit në Maqedoninë Veriore. Takim me elitën e lartë politike, duke filluar nga presidentja, ministra, deputet, kryetar komunash, opozitën shqiptare në të njihemi me realitetin, çfarë ku është fjala për shqiptarët, rreth diskriminimit e tjera. Dhe do të vizitoj po ashtu edhe Tetovën, ku na presin kryetari i komunës, zoti Kasami, njëkohësisht edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Veriore, zoti Izet Begjiti, pastaj edhe të nën Tereza, të shtëpia e saj, shumë ka rëndësi, Bravo. Dhe shumë tjera. Edhe kështu që kjo është jeta reale. Me telefonin tim, si gjithmonë, po ju sillim një realitet që do e zhvillojmë në Maqedoninë Veriore bashkë me kolegë, jemi 10 veta. Gazetar nga e gjithë bota, Nefail. Po, gazetar botëror, do me thonë që përfaqësojnë mediat prestigjioze në OKB, ja këtu i kemi këtu afër. Momentalisht jemi këtu. Kinezë, Ja ku janë duke pirë kafe. Gjithë kolegët tanë dhe po nisemi për Maqedoninë Veriore. Arritëm mes Shkupit. Ja ku jemi në Shkup. Këtu jemi në Shkup, edhe po shkoj pak ta vizitojmë Skënderbeun bashkë me delegacionin nga Zvicra, i ardhur unë bashkë me ta. Unë nisa me shku të Skënderbeu, të busi Skënderbeut, një mik shqiptar i Shkupit, tha nuk goxoni, tha me shku kërkun pa e pi, ka një mixed frutave këtu, shake, portokall, mollë edhe këto gjitha me radhë, edhe gëzuar me telefonin tim, jeta reale. Rrugës të shku, ja ku i pëjgjem ja ku janë disa macje, ja kjo macja këto, ja luçka tjetër këtu ku është ri. Interesant shumë. Ja busti Skënderbeut këtu në mes Shkupit. Ja ku është herojon kombëtar, i cili është dhe krenari e kombit shqiptar. Skënderbeu ka pas mjekër, Adem Jashari ka pas mjekër, Ismail Qemali ka pas mjekër, burrat kanë mjekër. E unë është kam i thonë vetit. Na punën që e bojmë, na jemi deri diku Skënderbeu ka vojgjën. Ja ku kemi herojnë tonë mes Shkupit. Po. Shumë bukur edhe vazhdojmë me takimet e radhës. Mua duket edhe aq interesant. Skënderbeu normal toka shqiptare, po na edhe në Gjenevë kemi. Edhe në Gjenevë, po Bruxelles, në gjitha vendet e Evropës. Normal. Kështu që vazhdojmë me takimet e radhës tash. Ja ku e kemi. Ja ku është Daja, ja ku është Nipi këtu. Stërnipi. Ja ku është Stërnipi. S'bën me fol ku e në të hangër buk, amo i në të hangër buk të shi. Ja ku kam këtë shokun tem këtu afër edhe shumë të tjera. Mas buke të takimi, se harrova gretë që këna më hangër buk në afër. Kena të po pagezën e s'po mujna miron fije me këtë dinart. Kena tash zdi sa. Dinar nga ka kushtu. Sa po hangër më dreken, tash jemi nis rrugës me shku tek takimi me zëvendës kryeministin e Maqedonisë Veriore, zoti Izet Begjiti. Bashkë me ekipën, bashkë me shefin të mbrapa, bashkë me kolegun tjetër. Ku jemi këtu duke hyrë tek qeveria e Maqedonisë Veriore, tek kryeministria, takim mes zëvendës kryeministin sot në Maqedoni. Zëvendës kryeministri është Izet Begjiti, edhe takim zyrtar nga Zvicra. Data sot është, sa është sot? Ja i sekundë janë të më thirë. Ja të rëgoj datën ma vërë.
përfundum takimin me zëvendës kryeministrin, tash të takimi tjetër. Ky është fotografi i gazetarëve sot, shife si është i armatosur me fotografi me aparata. Ja, ku i ka. Ja, shikoni pak se si është rrethuar me aparata bosi. Ja, okay. Like a monochrome. Okay. Best one. And another sunny one with a tele. Okay. Top. This is the best camera. Bravo. Best camera is here. Ja. Ky është fotoreporter i Kombeve të Bashkuara në Gjenevë që fotografon të gjitha situatat e takimet që organizohen për personalitetet. Personalitetet botërore, është fotoreporter i njohur në OKB, kolega. Bravo, kolega. Yes. Like a monochrome with lens 0.9 50mm noctiluxe, which means night light. Si kalova. Tash ju përshëndes prej mesit Shkupit. Bashkë në shesh, kemi kalu shumë mirë, kemi pas takime me njerëz të mrekullueshëm, duke falendëruar edhe Zotin Ali Ahmeti për pritjen e mirë që na ka bërë, respektin dreken e dhënë, duke falendëruar edhe Zotin Bilal Kasami, kryetari i Tetovës, që na ka pritur jashtëzakonisht mirë, duke falendëruar edhe zëvendës kryeministrin Izet Mexhiti, duke falendëruar edhe ministrin e shëndetësisë Arben Taravari, duke falendëruar Gjeladin Muratin, profesorin e UT-s, duke falendëruar gjithë për këtë pritje. Duke falendëruar dhe stafin e ekolog dhe darkën e dhënë nga Zoti Lazim Destani, të gjithë stafit ton, prej sheshit madh prej Aleksandrit. Ju përshëndes gjithëve, tash vetëm vizita e fundit është tek Nën Tereza, tek muzeu i Nën Terezës të në Shkup dhe mbyllet me kaq. Pas muzeut du vetëm ju përshëndet dhe më ju tregu që Afrim Aliu na pret në studio. Arritëm të Nën Tereza. Ja ku kemi shenjtorën ton shqiptare Nën Tereza. Ja dhe Veç i Altin, që bëshosh shumë ka gjana diskriminuese, bili, racore. Se ki këtu, macedonisht, Majka Tereza. Normalisht absolutisht se pas ka emrin. du të me vu normalisht Nën Tereza. Ja, shikoje, nuk e pas ka emrin Shqip realisht. Jo, pastaj ki flamurin atje ki Macedon. Edhe në Altin në broshura, Mili kritikova në broshura, shkruan është Shkupjane. Po ju thash edhe Aleksandri është Shkupjan. Pse s'ja keni vu? Edhe Nën Terezës që është shqiptare, ha? Po Aleksandri thotë se unë Macedon. Kjo është diskriminim total. Normalisht autoritetet e Prishtinës Tiranës do të reagojnë. Bile edhe shtëpia këtu nuk gjendet, ha? Është një 200-300 metra më larg. Dhe këtu Macedon pa shumë e këshfryzojnë për biznes. Do të thonë me Nën Terezën shqiptare bëjnë biznes. Në muzeun e Nën Terezës në Shkup, ja ku jemi këtu ku edhe ka lindur Nën Tereza. Nuk shkruan asgjë kundi që është një shqiptare, përveç se shkupjane. Tashi, nuk e di, por realisht autoritetet përkatëse dhe ato të duhurat
të Shqipërisë konkretisht, edhe të Kosovës, por edhe të Maqedonisë Veriore, është mirë që ta vlerësojnë figurën e lartë të shenjtores Nën Tereza me emrin e saj duke cilësuar si një shqiptar edhe në muzeun e saj këtu. Kështu mendoj unë. Tani, në qoftë se ju dini më shumë, mund vini ta vizitoni dhe ta faktoni se çfarë e qysh shkruhet. Shumë pak gjen shkrime shqip në këtë muze. Apo shumë pak gjen informacione që është shqiptare Nën Tereza në muzeun e saj në Shkup. Fatkeqësisht. Edhe më keq aty shkruante apo poshtë si shkruante vetëm se maqedonisht Majka Tereza në fakt shqiptare. Veç asaj në çdo broshurë shkruan që është shkupione. Shkupione edhe Aleksandri i Madh Shkupian, po për ata shkrua Maqedon. Kjo është diskrimin total sepse maqedonët, slavët e përdorin për biznes. Ja shiko. Shqiptarët i kanë fajet. Politika shqiptare i kanë fajet. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni Veriore. Bile unë kërkova që me bën transfere me mujtën ose në Kosovë, ose në Tiranë, ose në Tiranë, ose në Prishtinë, ndoshta me thonë. Kjo është komplet diskriminuese, Altin. E pa kuptueshme. Unë nuk kam shumë njohuri, do të hulumtoj për vete, edhe në qoftë se është vërtet që është neglizhencë prej autoriteteve shqiptare, kam me i godit një ka një. Bile edhe më keq është ajo se këtu nuk është bash shtëpia Nën Terezës, është 300 metra më larg. Por këtu kjo është i qendër, e shfrytzuar rastin, çështja e turizmit. Jetën reale, vajza që po e prezanton realisht, po e prezanton shumë mirë, të paktën tek ne, e prezantoj dhe demantoj llojin e shkrimeve që është vetëm në çdo vend maqedonisht dhe nuk shkruan që është shqiptare. Kjo të paktën e tha që Nën Tereza rrjedh nga një familje shqiptare. Mirë, po merrni masa që t'jenë edhe shkrimet për të gjithë turistët që vizitojnë. Merrni masa edhe shkrimet t'jenë shqip edhe flamuri t'jenë shqip. Deri se po u futon politik, pastaj ju voj para përgjegjësisë gjithë. Kjo është jeta reale. Një vizitë ekstra nga Zvicra në Maqedoninë Veriore. Takuam shumë personalitete
e përfundimtar ishte Muzeu i Nën Terezës dhe ju përshëndes, kthehemi në studio tek këngëtari Afrim Aliu.